Në datën 15 mars, Partia Demokratike do të protestojë kundër mbylljes së rrjetit social TikTok. Pak minuta pasi qeveria njoftoi ndalimin e TikTokut, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se ky vendim është akt censure që merret 2 muaj para zgjedhjeve. Ftoj të gjithë gjimnazistët, të gjithë të rinjt, të gjithë qytetarët të nisim betejën tonë për çlirimin e TikTokut dhe për mbysjen e narkodiktatorit me datën 15 mars, proteste përgjithshme kombëtare para kryeministrisë. Një protest me të cilin kërkohet anullimi menjëhershëm i vendimit për censurën dhe bllokimin e TikTokut. Sipas Berishës, mbyllja e TikTokut s'ka lidhje me ngjarjen e rëndë në Tiranë, ku mbeti vrarë një nxënës 14 vjeçar, por dëshmon panikun e qeverisë ndaj kritikave në këtë platformë komunikimi. Tu heqë shqiptarëve të drejtën e përdorimit të TikTokut, ripërsërit eksakt atë që bënte Enver Hoxha, Spiro Koleka, Kristaq Rama gjatë diktaturës, të cilët valve të radiove dhe televizioneve perëndimore u vinin zhurmues në të 4 anë të vendit. Një Tiranë që qeveris vendin sikur është Afganistani apo Teherani, vetëm për shkak të rrëbeshit kritikave që ka patur nga të rinjt merr një akt të tillë. Fjala e lirë do fitojë. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha theksoi se krahas protestës, opozita do të shohë çdo mundësi për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për mbylljen e TikTokut.